Kriza politike në Francë ka hyrë në një kapitull të ri vetëm disa orë pas prezantimit të kabinetit të këtij. Zyra e presidentit Emmanuel Macron konfirmoi se kryeministri i ri Sébastien Lecornu ka dhënë dorëheqjen. Njoftim zyrtar tha se Macron ka pranuar dorëheqjen e tij, ndërsa konsultimet për formimin e një kabineti të ri pritet të nisin menjëherë. Lecornu, 39 vjeç, i cili u emërua në fillim të shtatorit si kryeministri i 7 gjatë mandatit të Macron, mbajti detyrën vetëm për pak javë, duke vendosur një rekord të ri për jetëgjatësinë më të shkurtër të një kreu qeverie franceze. Vetëm mbrëmjen e kaluar Lecornu kishte prezantuar kabinetin të ri, i cili ishte në thelb ishte një kopje e qeverisë së pasardhësit të tij, François Bayrou. Pikërisht kjo mungesë ndryshimi shkaktoi pakanësi brenda koalicionit qeveritar dhe nxitje të menjëhersh kritikash nga partitë aleate, që akuzuan Macronin për mungesë reflektimi dhe dështimi në përfshirjen e forcave të reja politike. Dorëheqja e Lecornu vjen në një moment të tensionuar për presidentin francez, që prej zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të korrikut 2024, të cilat menduan si një përpjekje për të forcuar pushtetin e tij, Macron përballet me një parlament të fragmentuar mes tre bllokeve rivale të majtës, të djathtës, ekstremes dhe të qendrës. Mosmarrëveshjet e brendshme, mungesa e shumicës dhe dëshmitë për të krijuar stabilitet kanë ushqyer thirrjet për zgjedhjet e reja. Disa parti kërkojnë tashmë jo vetëm formimin e një qeverie të re, por edhe dorëheqjen e vet të presidentit Macron. Megjithatë, kreu i shtetit ka deklaruar se do të çojë mandatin deri në fund në vitin 2027, pavarësisht krizave të njëpasnjëshme që po tronditin politikën franceze.